nëse nuk ka proces rregull ligjor, drejtësia është e njëjtë si para 90-s si pas 90-s, sepse edhe atëherë bëi drejtësi formalisht, edhe atëherë qoheshin turmat dhe kërkonin drejtësi dhe turmat kënaqeshin kur bëheshin dënime, edhe sot turmat kënaqen kur bëhen dënime apo kur ka spektakël mediatik për individ caktuar. Dallimi është procesi i rregull ligjor. Dhe procesi i rregull ligjor duhet ndodhë në sytë e publikut. Dhe duhet ndodhë nëpërmjet standardeve më të larta që ka vendosur tashmë Strasburgu dhe gjitha gjykatat e dinë. Nuk është një gjë që nuk e dinë, por thjesht fakti që nuk i zbatojnë tregon që nuk është qëllimi ky. Qëllimi është për të bërë, le të themi, për të krijuar një perceptim që kur drejtësia po bëhet. Meqense drejtësia po bëhet, atëherë le të hapim seancat gjyqësore dhe të bëhen gjitha seancat gjyqësore të bëhen online, në mënyrë që vetë qytetarët kuptojnë se çfarë po ndodh në atë proces gjyqësor. Kjo do ishte, le të themi, një veprim i cili jo vetëm do shmangte perceptimin negativ që është krijuar tashmë që gjykatat duan të paketojnë çështje dhe jo të bëjnë çështje, edhe t'i bëjnë në errësirë që e dëmton besimin e publikut, edhe kërkojnë besim nga publiku, po edhe përjashtojnë publikun nga proceset, këto nuk mund të qëndrojnë me njëra tjetrën dhe besoj që këto po e dëmtojnë edhe procesin gjyqësor, po dëmtojnë edhe besimin e publikut në drejtësi. Dhe mendoj që fatkeqësisht nuk po shmangemi nga ajo që ti pyet apo e parashtrove që lidhet me spektaklin apo me drejtësinë mediatike, për cilën unë kam bërë dhe edhe për këtë kam bërë një artikull. Ne nuk do të shkojmë drejt drejtësisë mediatike, por do të shkojmë drejt drejtësisë drejt.